Adem Jashari me gjithë familjen e tij bëri një epope që mobilizoi gjithë kombin. Djemt tanë në të UÇK-s që janë në Hagë të kalojnë këtë sfidë. Mendoj që data kryesore e jonë është 17 shkurti i vitit 2008 pas 28 nëntorit të vitit 1912. Domethënë sot kemi 2 shtete shqiptare në Ballkan, ka mjaft fund kombi ynë për të zhvilluar gjitha kapacitetet dhe potencialet e tij për të bërë një kot i fuqishëm, mundësit gjitha janë. Tani kemi këto disa probleme të papikurisë politike që po e përcjellin kombin tonë, por si të qoftë, ardhmja është e sigurt që do të jemi kombi bashkuar në një shtet vetëm Ballkan. Klasa politike që është e zënë pas interesave të ngushta të grupeve dhe partive, nuk janë duke ja ditur mjaftueshëm vlerën kësaj lirie që gëzojmë ne sot. Mirë po jemi kom në zhvillim, sidomos kjo pjesa që ka fituar pavarësinë, po edhe në pjesën shqiptare në Maqedoni, Preshev, Medveç Bujanovës dhe nën malin e Zi, kemi një ilimunim të shoqërisë dhe po besojmë që shumë shpejt kjo klasë do të shkojnë në pension dhe do të jeni klasë e reshës. Ato kanë qenë momente ku kishte shpërthyer këngritja, por ende nuk ishte oficializuar mjaftueshëm dhe koha kërkonte që të gjitha forcat që punonin, që angazhoheshin për shtirimin e vendit të ishin të bashkuara. Në atë kohë në Kosovë pranin 2 organizata të fuqishme shqirimtare, Ushtria Shqirimtare e Kosovës dhe Lëvizja Kombëtare për Shtirimin e Kosovës, dhe ne e ndjenim të domosdoshme që një orë më parë që të bashkoheshin pushkët dhe të bashkohej mendja për të masovizuar këtë këngritje dhe për të pasur sukses. Ka qenë punë mjaft e vështirë sepse operonim në një terren shumë të survejuar nga pushtuesi dhe puna bëhej, po rezultatet nuk dukeshin shpejt dhe duhej të punoj ndoshta me muaj të tërë për ta fituar një antar, për ta fituar një simpatizant e tjera me radhë, për ta bashkuar në këtë rrugë. Mirë po më vonë shpërtheu ajo e madhja 5 marsi 1998 që Adem Jashari me gjithë familjen e tij bëri një epope që mobilizoi gjithë kombin dhe e shpejtoi procesin e mobilizimit të kombit tonë dhe sot kemi një shtet të dytë në Ballkan. Djemt tanë në të UÇK-s që janë në Hagë të kalojnë këtë sfidë dhe Ushtria Shqirimtare e Kosovës të dëshmojë që vërtet ka bërë luftë të drejtë dhe ata njerëz na kthehen bashkë me dinjitetin e Ushtrisë Shqirimtare të Kosovës. Kjo është ajo, si me thonë, ajo paradoksi i lirisë tonë që detyrohemi që për të satën herë të dëshmojmë para botës që Ushtria Shqirimtare e Kosovës ka bërë luftë të drejtë shqirimtare, të domosdoshme dhe të pashmangshme. Unë besoj që do të lirohen, sidomos mas dëshmisë së njerëzve kryesor të shtetit kryesor të botës që kanë kredibilitet të jashtëzakonshëm për të vërtetën dhe që e thanë atë vërtet, domethënë tamam ashtu siç ishte, që Ushtria Shqirimtare e Kosovës kishte zhvilluar një luftë shqirimtare dhe drejtimi i saj ishte orientuar vetëm për shtërim dhe nuk ishte i drejtuar kundër asnjë populli, por vetëm për shtërimin e vet. Kështu që në këtë kuptim ata i tregojnë edhe botës që luftra shqirimtare janë lufta të drejta dhe nuk mund të keq përdoret drejtësia për qëllime politike. Urimi im për shqiptarët është që të punojmë, të angazhohemi drejt bashkimit kombëtar, siç kanë punuar ata që me 28 nëntor e pavarësuan Shqipërinë, duke besuar që gjithë kombi shqiptar ishte, domethënë, duke besuar dhe me këtë deklaratë në fakt ata e pavarësuan Shqipërinë
por që janë në 1913 u nda, u mbijon, por fatmirësisht nuk e ndali punën dhe me punë tonë arritëm që të kemi edhe shtetin e dytë Ballkan dhe të kemi edhe të drejta më të avancuar në Maqedoni. Preshevë me Dreq Bojanovci dhe viset shqiptarë në malin e zi nuk janë atë ku duhet, po sigurisht që me fundët përjen. Urinë e gëzuar 28 nëntor.